Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, jemi tek cikli i ligjëratave, këshilla nga urtakët e këtij ummeti. Jemi në këshillën e parë të një sahabiu të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili kemi thonë që është i katërti me radhë prej khulefave të muslimanëve apo khalifeve, është i përgëzuar apo njëri prej 10 të përgëzuarve me xhenet, është nga familja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Në ligjëratën e kaluar kemi folur diçka rreth jetës së këtij sahabiu, ndërsa në këtë ligjërat startojmë që të shpalosim këshilla të arta, të cilat këshilla i ka regjistruar historia islame apo njerëzit adekuat që e marrë me këtë shkencë, pra këshilla dhe fjalët e Aliut radhiyallahu an. Edhe normalisht kur e dim që jeta e tij e bujshme ka qenë e stërmbushur me vepra të mira, me mençuri të këtij sahabiu, kuptohet edhe fjalët e tij janë me vlerë edhe me peshë të madhe. Fjala e parë që e kemi përzgjedh të këtij sahabiu realisht është fjalë shumë e shkurtër, është fjalë shumë e thjeshtë, por që meriton të trajtohet në një ligjërat të vetme, meriton që të sqarohet fjala në fjalë. Tha Aliu radhiyallahu an: "Men lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu." Ati që është i butë, ai që është fjalë butë, të obligon me dashtë. Butësia është një virtyt i lartë, të cilin virtyt e don Allahu Azza wa Jall. Dhe i lumja i njerit që është pajis me këtë virtyt të lartë, virtytin e butësisë, qoftë në sjelljet e tij, veprimet e tij apo në fjalët e tij. Njerin e butë, njerin në fjalë butë, njerin me sjellje të butë, e duan të gjithë. Një farforme, butësia është një sinjal, edhe është një element i cili element i përfiton zemrat e njerëzve, i cili element është qelës për të depërtuar tek zemrat e njerëzve. Andaj Allahu Azza wa Jall ka kërkuar që na jetë jemi fjalë butë, edhe të jemi vepërbut, të sillemi butësisht me njerëzit, edhe të jemi të butë në fjalët edhe shprehjet e tona kur i drejtohemi njerëzve. Është e vërtet që butësia duhet me qenë zakoni muslimanit, virtyt gjatë tërë jetës së tij. Mirë po fetarisht ka raste kur njeriu pëlqejet që të mos jetë i butë. Ka raste që njeriu obligohet të mos jetë i butë, nga se butësia në ato raste dhe fjalët të buta në ato raste e dëmtojnë besimin edhe imazhin e tij. Andaj cilësi e pandashme e muslimanit gjatë jetës së tij është butësia. Edhe kuptohet prej krijesave që kërkohet me ta të sillemi butë, të flasim butë, janë prindrit, pastaj edhe të tjerët. Para mendoni Allahu Azza wa Jall kur e ka çuar Musain alayhi salam edhe Harunin vllavin e vet tek Firauni, tek kriminali asaj kohe, tek njeri më arrogant në fytyrë të tokës deri në atë moment, Allahu Azza wa Jalla tha: "Idhhaba ila Firauna innahu tagha." Shkoni tek Firauni, nga sa ai e ka tepruar me shirk, e ka tepruar me idhujtari dhe me arrogancë. Faqula lahu qawlan layyina. Mirë, po kur shkoni te ky kriminal, te ky njeri arrogant, thune ati fjalë të buta, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha,
nga se ka mundësi përmes sjelljes suaj të butë, përmes fjalëve të buta, ka mundësi ai mendohet, ka mundësi legjikon edhe fillon me ju friksu Allahut azza wa jall. Dhe sidomos kjo duhet me u përdorë edhe jetën e përditshme, raport me ata që ende s'kan fillu me u fal, raport me ata që ende s'kan fillu me agjëru, apo me praktiku islamin, me përdorë me ta butësin, qofë në sjellje edhe në fjalë, nga se ka mundësi sjellje ashpër, ka mundësi fjale ashpër, me u bo sebeb që ai pasaj gjatë tërë jetës e tij mos më arë në xhami, edhe gjatë jetës e tij mos më u fal fare hiç. Andaj duhet me qenë muslimani i kujdesshëm, sidomos kur i thret njerëzit në fenë Allahut azza wa jall. Dietarët e kanë cek një fjalë të vyshme në këtë drejtim të dietarit shqiptar nga Shkodra e Shqipërisë, Sheh Albanit Allahu e mëshiroft, i cili ka fundi jetës e tij ka thonë disa fjalë. Edhe prej fjalëve të mira që i kanë regjistruar talebët e tij, çka ka thonë, ju këshilloj talebët e mi të jeni të butë, se haki e vërteta është e rond. Mos e rondoni të vërtetën edhe hakun me sjelljet e tuaja të ashpra, edhe me fjalët e tuaja të ashpra dhe arrogante. Nga se nuk është lehtë kohën kur e kota ka mbri apo ka shku lart, kohën kur të këqijat e kanë mbri kulminacionin në ato kohra, edhe në kohën tonë sidomos nuk është lehtë me mbajt vërtetën. Andaj kur e vërteta është e rond, mos ta rëndojmë me sjellje të ashpra edhe me fjalë të ashpra, por me sjellje të buta edhe fjalë të buta. Butësia nuk është dobësi e karakterit të dikujt. Butësia nuk është diçka që është e keqe. Butësia nuk është që unë valla s'po muj mund sjell ashpër, po sjell na butë. Por butësia është element dhe virtyt që e kërkon Allahu azza wa jall. Normalisht ka raste dhe momente që vjen puna njëri del jashtë vetes së tij. Mirë, po kjo mundet me ndodhë një herë, dy herë brenda jetës, e jo pastaj mu bo cilësi e besimtarit ashpërsia, edhe mu largu butësia nga personaliteti i tij. Kemi edhe kategoritë e njerëzve që janë të butë, jetën e përditshme, si aprish kur kush i ka punë dyzen. Mirë, po pak njeri me dal jashtë vetës, pak dikush me e provoku, çka bën, ai eskalon. Edhe nuk ka kufi pastaj në sjellje, nuk ka kufi pastaj në fjalë. Kjo nuk është karakteri i muslimanit, nga se, që ka thonë pejgamberi selam, shenjat e munafikit, hipokritit janë 4. Njëra prej tyre është, o idha khasama fajara, kur ai turbohet, kur ai nervozohet, shpërthen, eskalon situata, edhe më nuk është vetja e tij. Andaj kërkohet prej neve që t'jemi të butë gjatë jetës së përditshme, nga se pejgamberi alayhis salam përkundër që ka qenë i butë në sjellje, edhe përkundër që ka qenë i butë në fjalë, përkundër që gjatë tërë jetës së tij, sidomos davetit e tij ka promovu butësi, Allahu azza wa jalla ka thonë pejgamberi selam, "Wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Sikurse të ishe ti i ashpër, sikurse të ishe i ashpër në sjellje, edhe në fjalë me shokët e tu, të gjithë njerëzit kishin me u zbraps, të gjithë njerëzit kishin me u largu prej teje, përkundër që je pejgamber, përkundër që ki dije ma shumë se ata. Mirë, po ashpërsia në fjalë dhe në sjellje e ka bërë që më uzbe ajo dituri që ta ka dhënë Allahu azza wa jall. Andaj e ka paralajmëru Allahu pejgamberin e tij që me pasponi ashpër në sjellje dhe në fjalë nuk kishte me pas këtë xhamat që e ki në kohën e sotit. Gjithashtu thot poeti në fjali të këndshme, e cila fjali është shumë e vlerë, dhe normalisht duhet me kujtu vazhdimisht njeriu gjatë jetës së përditshme këtë fjali të këtij poeti. Thot poeti, "Yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba." Thot poeti, vazhdimisht njeri me ndjelet më drejtohet me sjellje, edhe me fjalë nga më të ndytat, pistat edhe nga më të këqijat. Fa akrahu an akuna lahu mujiba. Ai vazhdon të më ofendoj me fjalë, të më provokoj me sjellje të pahishme, edhe unë e refuzoj që t'ja kthej gjevapin me të njëjtën monedhë. Thot yazidu safahatan wa azidu hulma. Hilme, tha ai e vazhdon me shtu me një lehtësinë e tij.
ashpërsinë e tij me fjalë dhe sjellje, unë ja shtoj atij dozën e butësisë në fjalë dhe sjellje. Thot kelaudi zadahu al-ihraqu tiba. Thot unë jam sikurse ai druni aromatik. Çaq më shumë që e djeg, çaq më shumë që ja shti flakën, çaq më shumë çon erë, lëshon erë të këndshme. Shikoni sa i mjeçon poeti, sa bukur e ka përshkru njerin me ndjelet, që sillet ashpër edhe flet ashpër, dhe njerin që është durimtar, edhe njerin që është i butë. Thot une, ai që më provokon me fjalë, jo të hishme, me sjellje të vrashta, une ja kthej, nuk ja kthej me të njëjtën monedhë. Se s'jom i asaj natyre, se kom atë karakter une, më bo si ti. E çka duhet me bo? Thot ai vazhdon dozën e të keqës, unë e vazhdoj me shtu hala butësin. Nuk është letë me bo sabër me këta njerëz. Thot po ja jap një shembull, thot muslimani duhet më konë sikurse druni aromatik. Na si na mësu me pa dru që ka erë. Në Arabinë Saudite, vendet arabe ka dru special që djegët, aq ma shumë të djegët, a i lëshon aromë të këndshme. E thot muslimani është sikurse druni aromatik. Qaq ma shumë që provokon dikush me sjellje të ashpra, fjalë të ashpra, ai e shton dozën e butësisë edhe edukatës, edhe nuk ja kthen me të njëjtën monedhë atij që është me një letë, edhe atij që është i keq. Normalisht duhet me u mundu që butësia me qenë prezent në jetën tonë, edhe me qenë butësi, do thotë karakter i joni. Nga se që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë Allahu azza wa jall nuk bon vaki dikujt mi a dhon butësinë e që butësia mos me bë të bukur. E nuk bon vaki dikujt mi u largu butësia e që me hu bereqeti edhe bukuria ati. Dhe thotë Allahu azza wa jall kur ja don hajrin, kur ja don suksesin, kur ja don mbarësin një familjes, një qiftit bashkërtor, Allahu e fut mesin e tyre butësin e lartë. Nga se cila është e familja e rahatshme, është familja e cila është e butë me një tjetrin. Burri është i butë me grunë e vetë, gruaja është e butë me burrin, baba është i butë me evlat e vetë, evlat janë të butë me babën, nana është e butë me evlat e vetë, edhe evlat janë të butë me nanën e tyre. Nga se butësia është kajmak, është margaritari çmuar, të cilin margaritar Allahu azza wa jalla nuk ja jep kujt e koft. Andaj kjo është e fjala e parë Aliut radhiyallahu anhu, i cili tha kush është fjalë butë, kush fol fjalë të buta, na obligon me dasht apo obligohet dashuria me ti, me të automatikisht apo ndaj tij. Fjala e dytë e Ali ibn Abi Talib është fjala kur Aliu radhiyallahu anhu e komentoi fjalën e Zotit në surën Tahrim, cili është ajo fjalë e Zotit, tha Allahu azza wa jall, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. O ju që keni besuar Allahun azza wa jall, rune veten tuaj, edhe familjen tuaj, gruan dhe fëmijët e tu nga zjarmi i xhehenemit. E kam pyet Aliu radhiyallahu an, qysh na spjegon këtë fjalë Zotit, qysh me rujt vetën edhe vlatët nga zjarmi i xhehenemit. Aliu radhiyallahu an i tha dy fjalë xhamat. Tha allimuhum wa adibuhum. Tha familja ruhet nga zjarmi i xhehenemit, gruaja dhe vlatët, edhe ti si bab, si udhëhet, si fjem familjes, me dy gjëra. E para tha allimuhum, jepuni dije fëmijëve tuaj, shkolloni evlatët. E dyta tha wa adibuhum, edhe çka me bëu me evlatët, edukoni ata në moral edhe në edukat. Fjala e këtij sahabiu Aliut radhiyallahu an është fjalë e madhe, nga se përmes tyre dy elementeve në arrim me lejnë Allahut azza wa jall me eduku fëmijët tanë, edhe fëmijët tanë me mbrojt nga zjarmi i xhehenemit. Fëmia jon pasuri, el malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasunia që e ka njeri këtë dunja, edhe fëmijët, e vladët e hajrit janë bukuria kësaj bote. A keni pa i cili
ka nipa në shtëpi, ai i cili ka fëmijë në shtëpi, kur ti martohen fëmia, kur ti shkojnë nipët në gurbet, edhe nuk ka mu fëmijë që bën zhurmë në shtëpi, çka thot gjyshi, gjyshja, baba, nana, po na ha shtëpia, s'po rrike pa fëmijë. S'po ndjedh zoni i fëmijëve. Ata bojnë puter, s'nalojnë kanal me flajt, e thejni gotë, përplasin derën, bojnë zarar. Mirë po qaj zarari i fëmijëve është i shishëm, se e dim që dikush është në shtëpi. Ka mundësi nesër shkojnë gurbet, s'ka raptime në për shtëpi. Ama qaj o raptim, qaj o thyrje e gotës, qaj o përplasje e derës, ki me lyp, ka me të mungu. Për të arsye, sillu mirë me nipat, me vladët, edhe nëse bojnë ndam diçka. Për të arsye, Omeri ka thonë, nëse dëgjoni fëmijë, edhe zhurma fëmijëve në xhami, ka hajër pi ati vendi. Si të falët xhumaja, si të falën 30 taravih në Ramazan, si të falën 5 vakte në xhami, edhe nuk e ndin keshmën, raptimën, nuk e ndin problemin e asnjë fëmije në xhami, tutu pi ati xhamatit, tutu pi ati fshatit, se s'ka hajër. Sot jam unë nesër vdes, aja gjia falët me mu nesër des, aja qetit des, kush me në zëvëncu qëta fëmi që cirit në xhami, qëta fëmi që në ka përcen të u falë para komve, e këta që shumësu me pa fëmi në xhami, që i ka ro komunizmi me keqari e thomë, të u falë vesh vërgëllat. Thuti se të akarë kultivatore, që eve të po të u falë, mare. Qaj fëmija spize, bëthave në xhami, la ilaha illallah. Shka po të bëngon të fëmija? Po bën zhurmë, po na prish qetësin. Po qaj fëmi nesër ka marrë me të zëvëncu ty dhe muhe. Si ta përzish për xhamis, si ti më rollësh, qaj fëmi nesër s'ka marrë në xhami. A dini, sot ka fëmi që me zorë me ngrinë në xhami zvjen. Ja, thot, a është filan haqia, po zvje unë në xhami. E ka trishtu vëlla, se ku më kontër një shejtane, stakfirullah. Ja, kjo në xhami, ja, haqia, shka jeti. I më rollë fëmijës 5 vjetë, se që ka lip kime pampers, të era pampers po vjen. Po vesh, sot vjen era pampers, ama nesër ka me plecu, sotën ka me plecu. E përzepi xhamis mu nesër zvjen xhami. Vaj halli mu anku të zote a i thmi nesër dhe mi thonë, o Allah, s'kum shku në xhami për shka koqës. Shkum shku në xhami se njëherë kum shku, e kum raptu dritarën, e kum raptu derën, e kum dalë për para gjijës, mi ka ngre vesht. Qka i kimi thonë zote ti? Xhamia nuk është prunë private. Xhamia nuk është zyre hoxhës, as e haxhijës. Është shtëpi e Zotit dhe të gjithë kanë drejt marrë këtë xhami. Sakati, plaki, i rivi, pampers, pa pampers. Andaj duhet mi afru fëmija. Ata janë bukuria e xhamis, armëria jonjon. Për të arsye Allah i tha, el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe evlatët janë bukuria e kësaj bote. Ama a din me qenë edhe sprov, a din me qenë denim pa. Allahu ka thënë, innama amwalukum wa auladukum fitna. Me të vërtet pasuria juaj edhe evlatët tuaj janë sprov. Çfarë sprove o Zot? Janë sprov për juve nëse ata ju pengujnë nga namazi. Janë sprov për juve nëse ata ju pengujnë nga përmendja e Allahut. Për shembull, edhe 20 minuta xhumaja apo gjysore, po të lyp nipi, mbesa, djali, po të lyp tyje me shku, ku me shku? Me shku të lodrët. Ti mi aplësu nipit edhe djalit qefin edhe me lunë xhami. Kjo është sprov për tyje. Kjo është denim për tyje. Kallëzoj e vladit që njerë du të mi përgjigj muezinit Allahu Akbar, të në shkojmë ku dush. Edukoj e vladin. Allahu ka thonë, ja ju e ledhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. A ju që keni besuar, mos ju hedhen shkatrim pasuria juaj edhe evladet e juaj. Djetarët kanë thonën, Aliu radiallahu an ka thonën allimuhum edhe edibuhum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Edukoni fëmijët tuaj edhe çka me bën, edhe mësoni. Tash e kam vërtetu të ndëruar xhamat psikologët, ma në mend. Unë shteku marrë vesh këtë mesele, se kum ditë më harët. Tu lezu njeri po mëson shkamas. Psikologët e kanë vërtetu, kjo mesele është para 4-5 muajve,
që fëmia e formon personalitetin pi muji 3, 4 deri moshën maksimum 2 vjeçare. I merr tiparet edhe karakteret. Edhe në tarmën ky fëmijë pi që ty 2 vjetëve mirët vetë a ka më konë fëmijë i but arrogant, a ka më qenë fëmijë i edukum a prevarant, a ka më qenë fëmijë me dije a gjahil. Kur pin 3-4 muaj deri në 2 vjet. Ana se format me fëmijën 2 vjet hiç. Çati fëmia blen. Fëmia veç këshyr, ngjas, shmajt, anej, kinej, kënaqës dhe me fol hiç, ama veç konsumon, veç blen, absorbon. Ku gjen koha me bu 14 vjet, që ato që e ka ble moshën 2 vjeçare shka u bo, ka me qit jashtë. Ka arë një njëri të Omeri, e kom përsi to, era 2 që beceki. Ka arë një njëri të Omeri, radiallahu anë, edhe u anë ku për e vladin e vetë që keq po sillet me babën. Omeri tha, bon me ta boni pyetje, tha, po bon ma. A e ki mësu namazin fëmijës? Ja. A ki qute uësha me i tep mi mësu dovet? Jo. A ki shkollu? Jo. Mos u anë ko sjellën e keqet e evladës, se ti e brum i kësaj sjellje. Ti e sjell keq, edhe evladës sot po sillet keq me tyje. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që fëmia edukohet edhe mësohet të ndëruar xhamat. Jo me angreveshin, jo me tranu me i bërtit, jo me rraf. I ka thirr du xhamat pejgamberi sa në drek, edhe i ka servu hurma, ka pas tomull, qumsht edhe ujë. Edhe Ibn Abasi, djali i miqës pejgamberit, fëmijë i vogël, 4 vjet, 5 vjet, si ka pas më shumë. Edhe ka ardhur mi pa mysafir shka po hajnë. Edhe ka fillu her roket hurme, her rokat hurme. I ka shti dur në tepsi edhe në gjallë shmojt, anej kënej. Edhe pejgamberi sa më ndoi dorën në kofshën e tij, radiallahu anhu, tha, ja gulam, sammi la, kul bi yaminik wa kul mimma yalik. O ti voglush, o ti djalosh, para se me hungur buk, thuj bismillah, kul bi yaminik, ha me dorën në tonë djath, wa kul mimma yalik, edhe tha ha ato çka e ki para vetës. Normalisht nga format e edukimit fëmijës është edhe me çu fëmijën në për vende ku ka mundësi me u eduku fëmija format mirë të mundshme. Jo që vende tjera s'kan vlerë, po ndonjë vend është më specifik. E ky vend është, do të thonë, medreseja e Luginës, që ka kërkuar Bashkia Islame me i tregu xhamatit që me 2 korrik ditë e mërkur, ora 11 bëhet pranimi i nxënësve, të atyre nxënësve që kanë paraparë prej detyre me u shkollu apo me vazhdu shkollimin e mesëm në medrese. Andaj fëmija janë begati, njëkohësisht janë sprov, ama ose kanë me qenë për ty e gëzim para Zotit, ose kemi rapi shmon që Allah i ti ka falë ta fëmijë, Allah i na ruaj. O Zoti i madhëshëm, ata që i ke furnizuar me fëmijë, bëja të hajrit. Ata që hala presin mu bë babë dhe nonë, furnizoj me fëmijë dhe mos i privon nga kjo begati. Ndërsa ata që i ki vendos me isprovu, mos me dhon fëmijë, o Allah shtoja sabrin edhe kënaqi ata në xhenet. Alhamdulillahi rabbil alamin.